gazetat e mëdha të botës që referohen në mediume të ndryshme, jo vetëm publike, po dhe politike dhe diplomatike, pavarësisht peshës dhe hapësirës virtuale që zën, e kanë materjen në kuptimin e gazetës. Mund ta shfletosh gazetën në udhëtimet e gjata, në avion për shembull, ka qenë gjithmonë luksi, komoditeti të shpërndaheshin gazetat. Evolucioni bën vetën. Teknologjia dominon, por është thënë për shembull kur u shpik radioja, që tani morën fund gazetat. Mi po ndodhje kundërta. Gazetat e ecën, radio bëri të vetën. Kur u shpik televizioni, thanë tani mori fund radioja. Mori fund dhe gazeta, prap mbjetuan. Është një moment ekspansioni në mediat virtuale, por jam i bindur që libri, gazeta, gjëja në dorë, shfletuar me dorë, qëmtuar me vëmendje, aroma e printit ka natyrisht ka tjetër peshë dhe tjetër vlerë. Për shembull, sot në gjithë botën, edhe këtu tek ne, organizohen panajire të librit. E ke parë si mbushet pallati i kongreseve? Ka interes. Sot librat janë online, mund t'i lexosh fare mirë përmes ka shumë platforma, kompjuterit apo në telefon. Nëse në atë panajir për shembull do të ishte nëse panajir do të organizojmë mbi bazën e librit virtual, ti je i bindur që atje nuk do të shkonte askush përveç autorëve të librave dhe miqve të tyre. Ndërsa në një panajir me librin e gjallë, me librin e prekshëm, shkon një masë e madhe njerëzish. Kjo është mënyra për ta lexuar raportin me produktin, në rastin konkret me librin, me gazetën gjithashtu. Qofse bëjmë një krahasim, kur kanë patur më shumë guxim gazetarët? Vitet 90, që kanë qenë vite shumë të trazuara, madje dhunat e gazetarëve ka qenë brutale në shumë raste, madje edhe një djegje e gazetës Koha Jon në ato vite, apo në kohët e sotme, pra. Guximin ku e shikon më shumë, në cilën periudhë? Në vitet 90 janë vitet e shkollës së gazetarisë së lirë. Edhe idealistët ne vinim pas një periudhe të pushtetit të kontrollit mbi liritë e individit dhe mbi lirinë e shprehjes dhe mbi lirinë e medias. Në periudhën e kohës së komunizmit në Shqipëri ka patur gazetar ekselent, gazetar të jashtëzakonshëm. Gazetar me emër, me përgjegjësi të madhe. Për shembull, mjafton të them faktin që disa nga emrat më të mëdhenj të letërsisë dhe të kulturës tonë kombëtare, i themi disa emra, e kanë filluar, e kanë nisur karrierën e tyre si gazetar. Për shembull, Dritor Agolli, Ismail Kadare, Xhevair Spahiu. Ashtu si kundër, shumë emra domethënë, dhe emra që më pas u bën protagonist në kohën e pas së rënies së komunizmit. Vetë kryeministri zoti Rama, mos gabohem. Po Rama ishte një publicist i pranishëm me një stil të veçantë në fillimet e pluralizmit të gazetës, të pluralizmit mediatik në Shqipëri, sepse pas 90-s krijimi i pluralizmit politik çoi edhe në krijimin e gazetave të partive, si kundër çoi edhe në krijimin e gazetave të lira që quheshin. Por jo vetëm, domethënë po marr për shembull Merobazen, që është në kuptimin profesionist një gazetar me cilësi të spikatura. Mero e ka nisur gazetarin në atë kohë, Frok Çupi, o kështu. Ben Blushi, Fevziu, Shkullaku, Bushat janë në kapërcyel të
të sistemeve. Nikol Lesi, për shembull, Sander Frangaj, Martin Leka, por edhe në kampin politik. Edi Paloka e ka nisur si gazetar karrierën e vet. Po, Astrid Patozi mos gaboj. Patozi është më vonë se sa Paloka. Dhe po sjell një shembull, për shembull, në vitet 92, 93, 94, kur represioni i pushtetit ishte në ekstremin e vet, për të mbritur pastaj tek ajo që ndodhi në 96-97, ishte koha e gjyqeve politike. Klasa politike që erdhi në pushtet zgjodhi të ndëshkonte ata që kishin qenë më përpara, bëheshin gjyqet politike të byros politike që quajnë atë kohë. Ishte gjyqi kundër Fatos Nanos, një makinacion gjithashtu politik për të vrarë opozitën, meqense Fatos Nano ishte kryetari i opozitës. Dhe shkonim në sallën e gjyqit si gazetar, 3 lloj gazetarësh. Gazetarët e opozitës, siç isha unë me kolegët e mi në atë kohë, me Thoma Gëllçin, me Erion Braçen, Ardian Myslymin, Hamdi Jupen, Alfred Dalipin, e të tjerë nga zëri i popullit, për të ndjekur gjyqin, për të bërë pasqyrimin. 2 nga këta u bën drejtor të RTS më pas, për ata që nuk e din. Po, edhe zoti Dalipi dhe por zoti unë si zëvendës kryeredaktor i Zërit të Popullit isha i pranishëm në çdo seancë të gjyqeve të Fatos Nanos, nga ana e RD-s vinte Edi Paloka. Pra ndiqnim të njëjtin gjyq, të njëjtin proces, dëgjonim të njëjtat episode, të njëjtat fjalë në seancë, dhe po t'i lexoje gazetat të nesërmen, të krijoj ideja që ke të bësh me 2 botë të ndryshme.